Një konflikt për punim me shtesë në Banesë i ka kushtuar jetën mjekut nga Shkodra, Ilir Alia. Drita Nymeri fshi një mjekut e ka qelluar Ilir Alian 3 herë me një armë zjarri. Vrasja e mjekut ka ndodhur në sy të djalit të tij 15 vjeçar, i cili është në gjendje të rënduar psikologjike. Por si lindi konflikti mes mjekut Ilir Alia dhe Drita Nymerit? Ka qenë mjeku 42 vjeçar i cili po bënte punime në banesën e tij në katin e 4 në lagjen Qemal Stafa në Shkodër. Nymeri dhe Alia i kishin shtëpinë ngjitur me njëri tjetrin dhe pikërisht shtesa e katit të 4 ka bërë që Drita Nymeri të mos ishte dakord. Gjatë ditës së djeshme, Drita Nymeri është konfliktuar me fjalë me Ilir Alin që të hiqte shtesën. Më pas gjatë natës, Nymeri ka shkuar në katin e 3 të fëmijët të tij dhe ka filluar ta prish vet. Pikërisht në këtë moment ka dalë edhe mjeku i cili ka filluar debatet me Drita Nymerin. Debati ka shkuar deri në konfrontim fizik, ku më pas Nymeri ka marrë armën dhe e ka qelluar 3 herë mjekun. Vrasja është parë nga djali dhe bashkëshortja e Ilir Alias. Më pas autori dyshohet se u fshi në banesën e tij, të cilën policia e rrethoi menjëherë. Për të ndërhyrë u thirrën forcat e FNSH nga Tirana. Negociatat me familjarët e Drita Nymerit thuajse kanë dështuar, pas shkak se ky i fundit, duke përfituar nga errësira, ishte larguar nga banesa. FNSH ndërhyri në banesë, por nuk e gjeti Nymerin. Në negociatat për dorëzimin e autorit është përfshirë edhe xhaxhai i tij, por pa rezultat, pasi ai gjatë gjithë kohës nuk ka pranuar të dorëzohet. Dyshohet se Nymeri është larguar bashkë me armën e krimit. Policia e Shkodrës dhe FNSH kanë ngritur pika të shumta kontrolli, pasi dyshohet se Drita Nymeri fshihet në zonë dhe nuk ka arritur të largohet. Ndërkohë, pas ngjarjes së rënë, një incident ka ndodhur me ambulancën. Kjo ambulancë që po shohim në pamje po transportonte trupin e viktimës, por nuk është ndezur. Pavarësisht përpjekjeve të shoferit, ambulanca u bllokuar për disa minuta, u desh ndërhyrja e disa qytetarëve që të shtyjnë ambulancën dhe më pas ajo të ndizej.